Pra me atë që kuptova, për ta bërë edhe më të thjesht, për ta kuptuar edhe vetë, për te pastaj edhe publiku, është që vendosja vetëm 10% e kësaj tarife, por edhe një ndihmë që mund t'i jap shteti për kompensimin nga luhatja e kushtit të kombimit, do ta bënte më konkurrente produktin shqiptar edhe do hapte një dritare të re. Pikërisht, kështu është. Unë këtë mendim kam që tregtia, sidomos e këtyre, sepse ne kemi pas tregti më të madhe me Amerikën, e cila ka filluar ka në vazhdim në vitet e fundit ka filluar të kurrët, dhe efekti kryesor ka qenë i kursit, edhe normalisht edhe po themi konkurenca me tregjet e tjera. Tani që vendosen tarifat për shumë shtete, e cila është jo më pak se 20% për Europën dhe disa shtete, sidomos të rajonit, po themi Maqedoninë, Serbinë, që janë vendosur tarifa 33%, janë tarifa mbi 3 herë më të mëdha të taksave që neve, do të bëjë që malla shqiptare do të jenë shumë të konkurrueshëm me çmim në Amerikë për të futur në kollaj edhe për të konkurruar në gjithë këtë pjesë e mallave të eksportit që ne kemi mundësi. Prandaj, po kjo do një lloj vëmendje më të madhe nga qeveria që ne do ta kapim këtë efekt tani. Tani është pjesa që mund të lidhet kontrata, mund të përcaktohen çmime, mund bën gjithë llogaritjet që kjo fazë fillestare në cilën vendosen tarifat tash në prill, të kemë mundësi që prodhuesit shqiptar të lidhen kontrata dhe të hyjnë më fuqishëm në tregun amerikan. Mos jetë ky vëllim vetëm 70 milionë euro, po të rritet, po them, shumë dhe më shumë. Zoti Zepishta, në Kosovë ka një debat pas vendosjes së tarifave nga Trumpi, ku presidentja i kërkon qeverisë që të heqë tarifat që shteti i Kosovës i ka vendosur produkteve që vijnë nga Amerika. Mendoni që duhet ta diskutojmë? Po, janë tarifa që janë tarifa reciproke. Kosova ka 10%, janë tarifa reciproke që vendosen. Edhe qeveria e Kosovës Kosova ka 10% tarifën. Po ne? Po, mendoj që edhe neve do ta kemi tarifën 10%, sepse janë mallra jashtë Euronjishit. Çfarë janë mallra jashtë Euronjishit taksohen me 10%. Vendet e Bashkimit Evropian kanë taksën doganore 0. Mallet e tjera të cilat janë jashtë Europës, janë jashtë Euronjishit, që është një kod që përdoret në dogan, e cila e nxjerron taksën doganore, gjitha pastaj taksohen sipas llojit të mallrave nga 6 deri në 20-25%. Edhe Amerika bën pjesë në këto shtete të cilat neve taksohemi me taksa doganore. Pra dhe ne duhet ta ndjekim dhe ne, duhet ta bëjmë këtë debat. Po ndoshta vlen edhe neve të bëjmë një debat, po kjo mendoj që nuk është thjesht momenti ndoshta për të sepse Amerika ka 10% edhe neve kemi 10% Amerikën. Janë çështje të reciprocitetit, edhe Amerika duke qenë se neve Amerika ka një suficit tregtar me Shqipërinë, ajo ka vendosur masën 10%. Ajo i ka ndryshuar tarifat për gjithë vendet e tjera. Amerika me Bashkimin Evropian e ka suficitin diku ke 600 miliard dollar. Me Kina e ka shumë edhe shumë më tepër. Gjithë këto pjesë, gjithë këto volume tregtare ajo i ka studiuar dhe ka vendosur masa reciprociteti duke rritur shumë tarifat e tyre të doganës. Zoti Zepishta, edhe një pyetje të fundit kam për ta parë më makro, nga një luftë tregtare, kush fiton? Kush humbet? Në këtë rast kisha fjalën SBA-ja do fitoj apo do fitoj pjesa tjetër që do i kundërpërgjigjet? Është problemi që të gjithë aleancat tani në marrëveshje tregtare do të fillojnë edhe të ndryshojnë. Sepse do kemi përgjigje dhe kundërpërgjigje. Nuk do të ketë fitues. Amerika, Shtetet Bashkuara mund të mendojnë që ajo do të dalë në një farë mënyre e fituar, sepse ajo ka si synim që të hapë vendet e punës të Amerikës. Synimi është që mallet
e Europës edhe të Kinës edhe vendeve tjera të bënë më të vështira dhe më pak të konkurrueshme për mallat që prodhohen në Amerikë. Tani problemi është që edhe Amerika do ketë prodhime të cilat eksportohen në vendet e tjera dhe ato do bëhen shumë shtrirë me vendosjen e masave reciproke midis tyre. Prandaj kjo është për të parë, po një gjë është e sigurt që ai që do humb janë konsumatorët. Gjithë çmimet do të lëvizin, do ketë luhatje, unë mendoj që kalojnë në një farë mënyre hapet e parë do jenë pak krizë në kuptimin e kësaj, sepse do ketë rritje të çmimeve, do të ketë ulje të konsumit, pa diskutim kjo do të vijë me uljen e konsumit, edhe ai që do penalizohet më shumti do jenë konsumatorët. Gjithë shkarkimi i këtyre lëvizjeve të mëdha dhe tarifave që janë vendosur dhe po priten edhe masa nga Europa, do të ndikojnë në çmimet finale për konsumatorët. Pra ajo që prisim lufta e tretë do të jetë jo me armë por tregtare. Po, luftë tregtare. Gjithmonë pritet sepse bota po ngushtohet në një farë mënyre, është bërë më e vështirë tregtia, nuk janë më vendet dominante të tregtisë, po të themi të cilët sundojnë tregtinë botërore, edhe gjithsekush përpiqet që nëpërmjet po themi politikave të veta fiskale të përfitojë sa më shumë, pa marrë parasysh se sa ndikim do të ketë kjo në rendin global edhe si do të ndikojë ajo. Kjo është për të parë, po mendoj që fillimi do jetë shumë i vështirë, pastaj do jenë detyruar që shtetet në hyjnë në marrëveshje, riqikim edhe për të vendosur tarifa më të drejta, të cilët e ndihmojnë në një farë mënyre shkëmbime tregtare të njëri tjetrit, sepse kjo punë nuk mund të vazhdojë gjatë, do ketë problematika në ekonominë botërore. Zoti Zepishta, faleminderit shumë për analizën që bëhet më të thjeshtë për publikun për këtë çështje që ka qenë kryefjalë këto 24 orë. Faleminderit.